Arsim Dalipi nga KI dhe Mendi Qyra i pavarur do të përballen sërish në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale për komunën e Strugës. Tërheqjen nga gara, Dalipi e konsideron si propagandë të ulët nga kundërshtari, sfidë të cilën sipas tij Qyra nuk e kishte pranuar. Ne vazhdojmë fuqishëm garën për raundin e dytë, edhe me më shumë energji, edhe me më shumë përkushtim. Ata që po tregojnë dita ditës frikën e humbjes që i pret dhe dëshpërimisht bëjnë propaganda të ulta se gjoja unë do të tërhiqem nga gara, në ndërkohë që kundërkandidati im pasi pati frikë ta pranoj sfidën për të cilën kishte afat ta pranoj deri në heshtjen zgjedhore dhe fuqishëm e ritheksoi, ajo ishte sfidë dhe jo premtim për të tërhequr nga gara, por ai nuk e pranoi sfidën dhe tani përpiqet ta manipuloj masën. Ndërkaq Mendi Qyra mendon se 5.000 votat e mbetura në Strugë do të kalojnë në anën e tij. Në Strugë kanë mbetur të lira vota 5.700 të lira, të cilët besoj 700 janë të Levicës, që jam i sigurt që do të kalojnë te Aki ose kundër kandidati im, të cilët kanë veçmarrëveshje, kurse 5.000 vota tjera të lira, të cilët do të synojë edhe kundër kandidati im, edhe unë, shpresoj që pjesa dërmuese do të kalojnë në anën time. Dy kandidatët për të parin e Strugës shkojnë në balotazh me një diferencë prej vetëm 215 votave. Arsim Dalipi mori 9.719 vota dhe Mendi Qyra 9.934. Rrethi i dytë i lokaleve mbahet më 2 nëntor.